Nëse unë si klient të telefonoj dhe tham i kam 50 veta mysafir ose 30 veta, a ka rëndësi numri mysafirëve ambienti? Po, patjetër. Si shkon kjo, kriteret, çush janë? Kriteret janë mas pari, janë numri të ftuarve, numri të ftuarve dhe është miniher lokacioni ku do t'jetë, se është shumë e rëndësi për mu. Mandej miniher e du një takim me klientin, se m'intereson shien çfarë e ka ai. Se normal, mrim shumë punë dhe shumë kontrata vetëm me WhatsApp, me faqet Instagramit, rrjetet sociale, po takimi për mu, nëse është eventi mas një jave ose mas 10 dite, du gjithçysh mu taku se kom qef me adit stilin, cilin e ka. Sa i mundet me pas një stil tjetër, po tash nëse se klientela është kështu, e ka pa për shembull një foto me një ambient hapun, kret një dekor tjetër, ai tani nuk shkon më në ambientin e mbyllur. Do me thonë, këto është esenca e krejt dekorit që do na mi propozu karika tjera, do na mi propozu materiale tjera, ta është për shembull shumë i bukur plishi, koq, plishi gjelbër, të rënë shumë bukur, edhe pse imrena nuk ka problem. Ama nëse ka për shembull shumë dru, nëse i mungojnë dritarët, nëse i mungon ndriçimi profesional, atëherë do të më shku me ndriçim profesional dhe t'i ndru krejt ngjyrat cilat unë i di që janë ma trendi dhe shkojnë për festat fund vitit, ose për çfarë do të qoftë lloj eventi që është, ama do të më pa mas pari ambientin ku ai ka me majtë.